Pej, a doni edhe një 4 vjet me fol për Boren, a doni mi kry? Mi kry. Okej. Atëherë vëllon ja veshin të dielën. Se nëse shkon që shka shku herën e kalume, po ju garantoj që kini me fol edhe një 4 vjet. E kur gjo s'ka me ndodh. Apo e doni autostradën e Dukagjinit, apo doni me fol për to. Kosova, me të vërtet, është të kalu ditë të zërshme, periudhë zërshme të zhvillimit vetë. Periudhën cilën iniciativa se cilit njëri o shtym për shkak se qeveriset për i njerëzve që mendojnë që duhen me qenë vetë përmit gjithë shka. Që e kuptojnë zhvillimin e demokracisë prej kohës kur nuk ka egzistu. Që mendojnë që dikush që qeveris duhet më konë gjeloz edhe në Dua Lipën. Se i pengon suksesi i dikuj edhe në punë të vetën. Se duhet më konë gjeloz në Majlinda Kelmendin, e Nora Gjakovën, vetë që nuk bon dikush me imri majat e suksesit në zanat të vetin, punë të vetën, në shkatësi të vetën, në talent të vetin. Që to kemi sot në Kosovë. Që nuk bon me e pa një ndërmars, të rritë, të zhvillu, se zbon, se shefi duhet më konë maj madhi, duhet më konë maj madhë se Rita, maj madhë se bizneset, maj madhë se gjithë kush, edhe e kini pa. Këto jonë mënyra qyshe ngulfasin jetën e njerëzve, e mysin iniciativen edhe nuk e lojnë një popull mu qunë ko me mu zhvillu. Të gjithë popujt e botës e kanë një moment kthese, kur vendosin me ndru drejtimin edhe me shku në drejtim që duhet. E kanë një moment kur vendosin me zbrit prej trenit gabum, 100 herë kom thonë. Kosova është në trend gabum me këta njerëz, edhe kur është në trend gabum, krejt stacionet kanë marrë të gabume. Se o drejtimi i gabum, o treni i gabum. E dojmë vendin, e dojmë këtë vend, nuk kem tjetër. E dojmë pejen, se s'kem pej tjetër. Nuk ka pej tjetër, një është. Atere, nëse e dojmë vendin, s'ka me bo me që vendin për para. Beqoni, po vi lumë të në para juve. Si atë ditë që jom këthy pejhave, ka qenë gëzimi madhë, me dalë për atyne pa drejtsive, nuk po hëm veç murë. Po vi gëzum se e kemi njerin që në aprin, e kemi Ardian Gjinin. Oshtë i kryum për këtë kohë, pej. Oshtë i kryum për këtë kohë. Shumë për juve e njeni, se ka pas komunikim me ju. Po besoni është i kryum për këtë kohë. Si o kryu, po si jem kryu në atjerë, në zjarin e luftës, mitë disë Gjakove. Nuk ka qenë letë. Dhe ju e deni, si ka kalu Gjakova në luftë, që ne e dim atë. Po ashtu e dim si ka kalu Peja, edhe si ka kalu Kosova. Prej pas luftës, gjithë kohën, kemi qenë bashkë. Dhe atë në gjdo temë të shtirë. Ashtë njeri i kryum, jo veç ndije të nivellit tonë, të Kosovës, po është i kryum e ndije globale, edhe në politika globale. Po ashtu e një qeverishen, edhe ka kryje, pra detyra qeverishe, si nivel qëndror, si tani në Gjakov. Edhe dishka. Po është modest. Po, është modest. Një për arsye pëse njerës, ndoshta nuk i din krejt, vlerat e Ardianit është nuk bën zhurmë, nuk vetë lafdrohet, nuk folë për veti. Ka politikan që ju të regojnë sa kanë IQ-n, ose sa kanë lezu. Kuptone ku që bën ato? Ato e bojnë ata që janë mungesh, që kanë handicap, që ju mungon ajo. Njerëz të vërtet të dijes, të punës, të nivelit global, ndërkombëtar të politikave, ata flasin prerë, flasin sakt që shlet Ardiani. Ardiani është i tillë, pra nuk është njeri i zhurmës, nuk është njeri i propagandës, po është njeri i veprimeve të prejme dhe i punëve të kryme. E Kosova ka nevojë për një njeri i tillë, po jo vetëm, ka nevojë për gjithë ju, për gjithë ne. E unë jam të kom të Ardianit, qysh jam të kom të secili qytetar ti veni që e do në këtë vend, që e do perë.